Ministria e Ekonomisë dhe Punës momentalisht nuk e konsideron të nevojshme që të ndërhyjnë me masa qeveritare për uljen e çmimeve të produkteve bazë ushqimore. Ministria ka bërë analizat e paralajmëruar dhe sipas tyre, çmimet kanë shënuar ulje për 0.4%. Nisur nga këto rezultate, ministria do të pret që ky trend të vazhdojë para se të vendosin që të ndërmarrin ndonjë masë. Ministri Durmishi foli edhe për ligjin e ri për prirjen e duhanit, për çka tha se ligji veç më është vendosur në regjistrin elektronik kombëtar të rregullave dhe për të do të ketë debat publik. Sa i përket zbatimit të ligjit, ai tha se inspektoriatet kompetente momentalisht kanë mungesë të punësuarve, por se pret që gjendja të ndryshojë ka mesi vitit. Faktikisht më falni ka punësimet të cilat janë bërë vitin para prag dhe tani mo ata janë duke u trajnuar dhe duke u përgatitur. E dini që duhet më së paku një vjet të ketë përvojë punë trajnim që të merr licencën dhe të mundet që të jetë inspektor në terren. Tani për momentin, domethënë prej vitit para prag janë 40 për tyre, pavarësisht 40 shumë për tyre të cilët janë të punësuar dhe dikund ka mesi këtij viti do të marrin licencën për të qenë inspektor dhe do të mundet që të ushtrojnë detyrën e tyre. Projekt ligji për mbrojtjen nga duhani parashikon ndalim të plotë të pirjes së duhanit të gjitha hapësirat e mbyllura, përfshirë cigaret elektronike. Pirja e duhanit do të lejohet vetëm në hapësira të hapura, të përcaktuara rreptësisht, pa xhama, pa mbulesa dhe pa ndarje të improvizuara. Ndalimi përfshin institucionet shëndetësore, arsimore dhe shtetërore, vendet e punës, restorantet, kafenet dhe baret, transportin publik, hapësirat e përbashkëta në ndërtesat e banimit, si dhe automjete private nëse në to ndodhet një fëmijë.